Sot e kemi një temë prej temave më të rëndësishme që mund t'i mësojmë lidhur me Islamin, sepse vetë Islami është dorëzim ndaj Allahut me njohshmëri. Dhe thelbi i Islamit është tauhidi, njohshmëria e Allahut të Madhëshëm. Kurse teprimi me njerëz të mirë është prej gjërave që më së shumti e dëmton këtë parim themelor të Islamit. A thua pse? Sepse teprimi është gjuhësisht është te kalimi i kufive normal. Është te kalimi i kufive normal. Çdo gjë që del prej mesatarës në teprim, aja sjell vetëm shkatërrim. E ky është kuptimi gjuhësor i teprimit. Kurse kuptimi fetar është ngritja e dikujt apo diçkaje për te pozicionit që e meriton. Dhe kur kemi të kjo çështje, shkojmë te shembujt historik të teprimit. Shembulli i parë që po e sjellëm është shembulli i Nuhit alayhis salam. Për herë të parë në historinë e njerëzimit që shfaq idhujtaria, paganizmi, është në kohën e Nuhit. Sa Ademi, i cili është njeriu i parë, i cili është baba i gjithë njerëzve, ai ka qenë që ka adhuru vetëm Zotin. Dhe ja ka mësu këta bivet vetë. Dhe njerëzit kanë vazhdu të jenë në njohshmëri, të adhurojnë vetëm Krijuesin me gjenerata. Derisa për herë të parë është shfaqë idhujtaria. Po si arriti shejtani që ta fut idhujtarin midis bijve të Ademit? Cila ishte ajo metoda? Sepse ai vazhdimisht është përpjekje që të nxjerrë njerëzimin prej natyrshmërisë. Sa e ka shfaqë armiqsinë ndaj Ademit dhe pasardhësve të tij, me rastin kur nuk i ka bërë sejdë Ademit. Dhe është përbetuar që kam i deviju bijt Ademit. Përveç ka thonë atyre sinqertë s'u një bëj asgjë. Dhe metoda me cilën arriti shejtani që për herë të parë mi fut njerëzit në idhujtari ishte kur vdiqën një 5 njerëz devotshëm. Emrat e tyre janë Veda, Suea, Jaguthi, Jauka dhe Nesra. Këta 5 emra Allahu i Madhëshëm i përmend në surën Nuh. Këta kanë qenë njerëz të mirë. Kemi qartë, këta nuk kanë faj. Këta janë njerëz të mirë. Burra devotshëm. Njerëz që kanë adhuruar Zotin një. Mirë, po kur kanë vdek, shejtani ja ka sjell idenë atyre njerëzve që ndërtojnë ju atyre statuja. Ndërtojnë ju atyre përmendore. Kujtoni ata se ata kanë qenë burra të mirë. Kujtoni, s'u ka thonë adhurani. Veç kujtoni. Ndërtojnë një përmendore. Edhe ja kanë ndërtu. Edhe nuk janë adhuru në fillim. Mirë, po me kalimin e kohës kanë vdek dietarët dhe këta janë adhuru. Me që rast, Allah i Madhëshëm me njëherë e ka sjell profetin Nuh që mi sjell njerëzit mi kthy prap në balancë, se dulen ja teprun. Dulen prej shtratit. Kaloj lumi shtratin e vet, dul prej kolosekët, dul prej kufinit vet. Dhe Allah e sjell profetin mi kthy prap në balancë. Dhe 950 vjet Nuhi alayhis salam i ka thirr këta, nuk i kanë besu veç se një pakicë. Dhe Allah e ka denu këtë popull. Ashtu që ja kanë tepru me njerëz të mirë, Allah i ka denu duke ja tepru ujin. Duke ja tepru ujin. Dhe ne e dim gjithë rastin e anijës Nuhit. Pra Nuhi e ndërton anijen që vetëm ata cilët hypin në anije të shpëtojnë dhe gjithë tjerë shkatërrohen. Pra ata cilët ja teprun me njerëz të mirë, njerëz të mirë i bon Zota, ja adhurun, Allah ja i dënoi ja u teproi ujin. Edhe i fundosi të gjithë. Dul uji prej lumejve, prej detit, prej qiellit, prej tokës, derisa i fundosi atë.
Pra teprimi i tyre u dënu me teprim, ashtu siç e kanë merituar. Dhe i shkatroi Allahu më shumë. Ky është një shembull, me shembull më konkret se qysh teprimi ndaj njerëzve të mirë të çon një llojtari. Pas këtij shembulli kemi edhe një shembull tjetër. Pra rasti i Nuhit është shembull shumë i lashtë, shumë i lashtë. Se na të gjithë jemi bijt e Ademit, po edhe bijt e Nuhit. Se Nuhi llogaritet Ademi i dytë. Se gjithë tjerët s'kan lënë pasardhës, vetëm pasardhës të Nuhit 3 djemtë e tij, Sami, Hami, Jafethi. Prej Samit kanë dalë evropiantë, samitiktë, prej Jafethit aziatiktë, prej Hamit afrikantë. Krej veç këta 3 djemtë e Nuhit janë që kanë lënë pasardhës, s'ka pasardhës tjetër. Pas këtij e kemi një shembull që është më bashkëkohor, si ka nja 2000 vjet. Rasti i Isës a.s. Rasti i Jezusit. A është Jezusi burri i mirë? Jo vetëm që është i mirë, po është prej 5 më të mirëve që kanë ekzistuar ndonjëherë. Isa i biri i Mariamës është prej 5 profetëve më të zgjedhur tek Allahu. Shikoni sa njeri është, sa njeri u kanë prej kurit u kriju Ademi deri në fund, biliarda. Prej gjithë atyre njerëzve, Isa është njëri prej 5 më të mirëve. A është burri i mirë sa dush. A është pejgamber? Po. Po çka kanë bërë me Isën a.s. A nuk ja kanë tepruar me Isën a.s. Po vallai, edhe sot janë të ja tepruar. Edhe që tash qëtë moment që na jemi të fol, dikush është të bo shirk me ta. Dikush është të shku të ju lutë statujës tisës. Dikush është të ju lutë kryset që tash, në qëtë moment që jemi të fol. Që shumë është e përhapt i dhojtaria me Isën a.s. Pa kofa Isa a.s. Jo. A i ka ndalu prej i dhojtaris? I ka ndalu. Përse njerëzit e padishëm e refuzojnë veç se i dhujtarin. Edhe arsyeja pse është përhap aq shumë i dhujtaria me Isën a.s. kthehet te Pali, te Pauli, se ne u mundu faktisht me perandërinë ramake, me bë për vete dhe pastaj perandëria ramake u ka në zhyt në paganizëm dhe këndse ka pranu fejnë e Isës dhe kanë përzime atë paganizmin ramak, dhe atë besimet ramake janë përzime fejnë e Isës dhe u bani farë lomshi. Dhe kjo është e feja që ne e njohëm, që është e përhapën e paganizmi shumë. Dhe pse u përhap aq shumë? Për shkak që kanë tepruar ndaj një njeriu të mirë. Se nuk është shumë rrezik njeriu me ron në dhujtari me burra të këqij. A ka ndaj kush që e ngrit ndaj hajn edhe ja marrën përmendore në adhuran ata. Ose ndaj kriminal janë ngrit përmendore në adhuran ata. Ka raste, ti me qartë. Ka dhe asë raste. Mirë po zakonisht ju. Zakonisht ja të pruhet me heroj, me burrat mirë, me njerëz që kanë bë vepra të lavdushme. Zakonisht me qëta ja të prujnë. Zakonisht me qëta ja të prujnë, dhe me qëta është rreziku më i madh me ranë në shirk. Para lajmërimi i Allahut kundër teprimit. E kemi ajetin e surës 4, ajetin 171, në cilën Allah i madhëshëm thot: Ja ehlel kitab la taghlu fi dinikum. Këtu po jo drejtohet njerëzve të librit. O njerëz libre, domthonjë që fut dhe krishterë. Mos e teprani në fenë tuaj dhe mos thoni për Allahun vetë të vërtetën. Mos e teprani në fe. A shiqare po ndalëm. Mos ja teprani në fe dhe mos falni për Allahun pa dije. Për Allahun do të më thonë të vërtetën. Normalisht çdo gjë do të më thonë të vërtetën. Po mas shumëti për Allahun asnjë. Se gënjeshtra është shkallë. E gënjeshtra më e keqe është me gënjy për Allahun. S'ka gënjeshtër më të keqe. Po mos e thani për Allahun për të vërtetën. Mesihu, Isa i biri i Mariamës, është vetëm i dërguar i Allahut. Dhe fjala e tij që e ka vendosur te Mariamja,
dhe shpirt prej anës tij. Pra besoni Allahun dhe të dërguar e tij dhe mos thoni tre. Mos thoni tre, domon triniteti. Heqni dorë, kjo është më e mirë për ju. Shikoni çfarë ajeti madhështor që rrezon paganizmin në bazë. Po jo drejtohet, ju njerëz libret. Mos falni për Allahun pa dije. Ç'po thoni 3 i treti, Allah është një i treti. Shpirti shejt, bire. Ç'është po thoni që Allah ka djalë? Ku e keni atë fakt? Ku e keni atë argument? Mos falni për Allahun pa dije. Isa nuk është vetë i dërguar i Allahut, ka pasur e para ti dërguar. Është i veçuar që Allah e ka kriju pa babë, me shpirt për anës tij, dhe ka kriju me fjalën e tij bëhu dhe u bë. Ashtu që shka mujtë Allah, se Allah s.a. shembull e Isës në Kur'an thot shembulli i tij është si shembulli i Ademit. E ka kriju prej dhejut dhe i ka thënë bëhu ajo bë. Kur Allah e ka kriju Ademin pa babë, pse s'mundet Isën. Për Ademin, nana e tij ka qenë toka, vetë dheju. Prej dhejut e ka kriju Ademin. Kurse përderisa ka kriju Ademin prej dhejut, pse s'mundet Isën prej njeriut, prej nanës. Kjo është edhe ma e lehtë për Allahun. Edhe pse as e para nuk është e vështirë. Edhe ma e lehtë është më kriju prej nanës sesa prej dhejut, prej zerros në farforme. Çka ka të dëshmë? Për këtë arsye, Allah i Madhëshëm po thotë që është Isa i dërguar i Zotit. Po thotë mos thuni tre. Mos thuni tre, Allah është një Zot. Heqni dorë, kjo është më mirë për ju. Pra kjo idhujtari ka ardhur krejt për shkak të teprimit në fe. Teprime, duke ja tepru, Jezusi, Isa, po, njeri i mirë, veç s'ban mja tepru. Profet është, po nuk është Zot. Jo mja tepru. Se disa prej tyre ju duket pak, mi thonë, ju po i thuni veç pejgamber. A pak po duket pejgamber? Pa tjetër po desh ka me bo Zot? Si teprimi qënë në shirk. Hapi parë, çështja fillon shirku. Hapi parë e respekti dhe lavdrimi i teprum. Çështu ja fillon shirku. Duke ja teprun lavdrim, duke ja teprun lavdata. Ti lavdraj njerëz të mirë, po mos ja tepro. Se që këtë teprim është rroja e idhujtarisë. Fillon me dashuri dhe respekt dhe lavdat të tepërt për njerëz të devotshëm, dietarët dhe profetë dhe herojtë të kështu me. Hapi i dytë te kalimi i kufive. Masi t'ja teproj njeriu në lavdrim dhe në respekt, shkan hapi i dytë te kalon kufit. Gradualisht njerëzit ja fillojnë të shenjtrojnë ata. Gradualisht, se nuk vjen një idhujtaria për me njerë. Po to e lavdru tepër dikur, ja fillon dhe shenjtron ata. Hapi i tretë, adhurimin praktik. E adhuron ata. Ai për ullet. Ai lutet. A çfarë do lloj forme të adhurimit? Ja tepron me dashurinë ndaj tij. Ka njëherë i thot pejgamber dikujt që sa pejgamber hiç. Kjo është krejt për shkak të teprimit. Dhe hapi i katërt në fund shirku i plot. Pra, aja që filloi me respekt tepërt, lavdat tepërt, përshëndon në fund e bën ata ortak me Zotin. Në krijes e barazon me krijuesin, që s'ka padrejsi më të madhe. Ku ja filloi idhujtaria? Prej lavdatës tepërt. Shikoni, subhanallahu, me të vërtetë Muhamedi alayhi salatu wasalam s'ka lënë gjë për çështje të fesë me së na ka sjellë. Që është farë mësimi madhështor. Ja ka fillu prej vetës. Ai është pejgamberi më i vlefshëm. Ka thonë, mos më lavdani me teprim. Mos ja teprani duke më lavdru mu me teprim. Ashtu si që ja kanë tepru krishterët me Isën të birën e Merimës. Po thuani Rabbi Allahut dhe i dërguari i tij. Shahadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj që Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Pra robi nuk adhurohet.
dhe i dërguari nuk përgënjeshtrohet. Pra është rob që nuk adhurohet dhe i dërguar që nuk përgënjeshtrohet, por besohet dhe pasohet. Mësimet kyçe. Pra edhe profeti më i madh kërkoi që të mos ngritej për te pozitës tij. Pejgamberi më i madh që ka ekzistuar ndajherë, me ndikimin më të madh mbi njerëzimin. Dhe ka kërku, ka unë, mos ja teprani më. Saq modest u kanë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur ka hi me ndonjë neje, i ka ndalu shokët e tij që të mos qenë kompërta. Unë mos u qanin kompërta, derisa e kanë kuptuar ata që mos u qenë kom. Kurse shikoni njerëz që bojnë të kundërt, kanë dëshirë që të tjerë të mos qenë kompërta. Se ky zotëria i beve të adime. S'ka dorë tas mos qenë kompërta. Ai na mësoi se çdo njeri pavarësisht sa i lartë mbetet një rob i Allahut. Çka do që të bësh, ku me di sa i mirë me kanë ai njeri, prapë në fund rob i Allahut. A mundet ai me dal që ai njeri, a mundet mas pari me kriju vetën ai? S'mundet. Në çta bin krejt. A mundet ai me dal me një univers tjetër që ka vetë krijon një univers? Edhe aty shkon me sistemin diellore, me sistemin e yjeve të galaktika, vetë i krijon ato, e pastaj vetë krijon ajrin, vetë krijon diellin, e kodrat e krejtë tani çatu jeta, a mundet? S'mundet. Krejt jemi rob të Allahut. Rob të Allahut universalisht. Edhe disa janë edhe fetarisht. Për këtë arsye, sa do që ti të arrish, sa do që të arrin që ai njeri që ti e dën, ai në fund rob i Allahut. I nënshtrohet ligje e tij të natyrës. Lëvdata e tepruar e litra është ndaluar edhe për profetët. Profet, a ka njerëz më të mirë se profetët? S'ka. Absolutisht s'ka njerëz më të mirë se profetët. Çdo njeri i mirë që ekziston është për shkak të profetëve, që kanë njeh ndaj profet. Ka marrë ndaj mësim prej profetëve. Për ata ka njerëz mirë, se mos e shikon profet njerëz si shikon si kofsht. Dhe s'ka njerëz më të mirë se profet. As ndaj atyre s'bën mja të prun lavdat. E mos flasim ndaj dietarëve, ndaj luftarëve, ndaj ku e diun kujt. Duhet në fund pika fundit, duhet të ruajmë ekuilibrin, respektojmë pa e tepruar. Shto shumica njerëzve po shasin, nuk po din me ron në ekuilibër. Kurimet e Isa a.s. me herët që e përmenëm, ne kemi parasysh i krishterët që kanë tepruar me ta dhe kanë bë zot. Mirë po, i kemi edhe shumë cifut, cilët i kanë thonë bir i gruas të pandershme. Shpifje e qartë. Pra kanë ul tepër Isa a.s. Këta e kanë ngrit tepër, këta e kanë ul. Kurse mesi është i kërkum, robi Allahut i dërguar i tij. Qashtu edhe me dietar, qashtu edhe me heronjt, e me krejt. Duhet me i respektu. Ata kanë vlerë më shumë se njerëzit e rëndëmt. Kanë vlerë më shumë se njerëz të zakonshëm. Edhe meritojnë lavdrim, po ju teprim. Pra ekuilibri kërkohet. Lavdrim pa teprim. Dhe manifestimet bashkëore të idhujtarisë. Ai që përmendëm deri më tani janë të historisë, e mësimet përgjithshme, rregulla, po cilat janë manifestimet bashkëore të idhujtarisë. E kisi manifestim për shembull disa njerëz sot bëjnë tavaf rreth varreza. Kjo me keqardhje tek njerëz që i thojnë vetës musliman. I thojnë vetës musliman që domthon i dorëzuar ndaj Zotit, shkojnë i dorëzohen njerëzve të dekën. Ai nuk është musliman ndaj Allahut, po musliman ndaj shejtanit. Po i dorëzohet vorrave. Po adhuron vorrat. I sillet vorrave ashtu që çdo të mos sjell rreth qambës. I vetmi vend botë që lejohet ti me bë tavaf është qambja. Allah e ka bërë ata epicentër të botës. Edhe çush është qambja është
edhe aja qabja me laçe ku sillen. Edhe adhurohet Allahun që të formë, të sjell 7 herë. I vetmi vend që leju tavafi është qabi. Këta shkojnë bojnë tavaf rreth varreza. Prejnë kurban të vorët. Ju lutën vorën. I ngritin varrezat i bojnë tyrme. Këtë kjo është paganizëm. Këtë kjo është që Islami gjithë kohën e lufton. Merr në Kur'anin, prej fillimit, surja e parë. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, çdo namaz që përsërisim. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe shkojnë e kundërshtojnë këtë ajet. Vetëm ty të adhurojmë, adhurojnë vorrët. Kjo është një manifestim bashkëkor me keqardhje që i shenjtrojnë njerëz të vdekur. Pastaj i jepet edhe autoritet i pavend dietarëve, edhe këta e bojnë, dietarëve, hoxhallarëve. Ndonjëherë ja u japin autoritetin që ata me ja u leju gjërat e ndalume. Dhe me ja u ndalu gjërat e lejume. Dhe kush vepron kështu, ai vetë se i ka marrë ata si zota. Kur e din që një gjë Zoti e ka ndalu, edhe merr ndaj fjalë ndaj hoxhës që e ka leju, edhe në anën e kundërt. Zoti ta ka ndalu diçka, e merr të kundërtën që e ka leju ndaj hoxhës, është sikur me marr zot ata, sikur ai po ta përcakton çka është halal edhe haram. Se ne e dim që e drejta ekskluzive me ta bë diçka të lejume, ndalume, është e Zotit. Sa ai e ka kriju këtë gjithësi, ati ta kanë çka është e lejume, çka është e ndalume. Edhe ai ta lejon me çka është e dobishme për ty, ta ndalon çka është e dëmshme. Pra në këtë disa manifestime bashkëkohore, pra i adhurojnë varreza, ja teprojnë me dietar, me hoxhallar, i adhurojnë ata. Kjo është gabim. Kjo është gabim. Pra çto janë dy më kryesore, te vorrat sa i përket vdekurve, edhe te dietarët e hoxhallarët sa i përket gjallëve. Çto dyja janë manifestimet kryesore të teprimit ndaj njerëzve të mirë, që po i çon njerëzit në idhujtari, madje edhe ata të cilët i thojnë vetes musliman. Shumë prej tyre po i çon kjo në idhujtari. Dhe kjo është totalisht në kundër asaj që ka ardhur Islami. Pastaj kemi një mësim tjetër përgjithshëm nga pejgamberi alayhis salam, i cili ka thonë iyyakumul ghulu, keni kujdes nga teprimi në fe. Sepse ajo që ka shkatruar ata që ishin para jush është teprimi. Por ky hadith na paralajmëron se teprimi në çdo aspekt fesë, qoftë në besim, në praktik apo në qëndrim ndaj figurave fetare, është një rrugë që çon në humbje. Historia e popujve më të parshëm është dëshmi e qartë për këtë. Pra teprimi çon shkatrim, hadithi është shumë i qartë. Këtu po thotë keni kujdes nga teprimi. Çfarë do lloj teprimi? Nuk po e specifikon. Teprimi ndaj njerëzve të mirë, teprimi në adhurim, teprimi në pohim, në mohem, teprimi në çfarë do lloj aspekti të fesë, duke kalu kufinë e tij. Ajo çon shkatrim. Teprimi çon në shkatrim, domosdoshmërisht. Në çdo aspekt, ti merr edhe në natyrë. Ti nëse për shembull e ki një lule, edhe e ujit ata ma tepër se që duhet, ajo lule ka mu shkatru. Në çdo aspekt teprimi të shkatron. E rruga e drejtë është balanci. Rruga e drejtë është gjithmonë balanci, mesatarja. Pra me njoft pozicionin e vërtet. Pra duhet mja dit vlerën njerëzve të vlefshëm. Pejgamberve, dietarëve, luftëtarëve, duhet mja u dit vlerën. Duhet mja pohu vlerën. Duhet mi llogarit ata më të dallum se njerëzit e tjerë. Mirë po, duhet në anën tjetër mi dhon respektimin e merituar. Për shembull ka fjalat e dietarët, pejgamberi alayhis salam ka thënë shembulli i dietarit atij që është adhuruese, nuk ka dietar, është si shembulli i hanës në raport me yjet. Në hana është shumë e vlefshme se yjet. Mos i ngretni për te kufia,
asnjë krijesë sa do e lartë nuk e meriton atribute ose vepra që janë vetëm për Allahun, siç janë dija absolute, aftësia për të dhënë shpëtim ose ndryshim të fesë. Pra, sa do që tjetë njeri mirë, ai nuk ka cilësi të Allahut, as nuk e din të ardhmen, as nuk bën një për ul ati, as nuk mund me ta ndryshu fejnë. Pra, kjo është e veçantë veç për Allahun e madhëshëm. Njeri mirë është në rregull, përse ju mi dhonë tash cilësitë Zotit. Dhe në fund rezervoni adhurimin vetëm për Allahun. Të gjitha format e adhurimit, siç është lutja, sakrifika, shpresa, frika, mbështetja, përulja, duhet të jenë vetëm për Allahun e madhëshëm. Rreth kësaj sillet Islami vazhdimisht. Gjitha janë vetëm për Allahun e madhëshëm, vetëm për Krijuesin dhe asgjë nuk i takon krijesave. Dhe në fund, le ta mbrojmë tauhidin, le ta mbrojmë njohurinë e Allahut madhëshëm, duke u ruajt nga teprimi, se teprimi është rroja e idhujtarisë, të ruhemi nga teprimi në çdo gjë, ndaj njerëzve të mirë, ndaj njerëzve të dijes, ndaj njerëzve që janë përpjek, kanë luftu dhe të tjerë. Të respektojmë, por mos ja teprojmë ta. Dhe të marrëm mësim nga historia e mëhershme se çush kanë rënë njerëzit në idhujtari përmes njerëzve të mirë, dhe ta kemi parasysh urdhën kuranor që në mënyrë të përsëritur që të shmangëm teprimin dhe të flasim vetëm të vërtetën. Dhe po kjo krejt e fundit, le të respektojmë, le të duam dhe le të nderojmë njerëzit e devotshëm, dietarët, profetët, por le të mbajmë gjithmonë në mendje se adhurimi i vërtetë përket vetëm Allahut madhëshëm. Kjo është esenca e mesazhit të çdo profeti dhe shtegu i shpëtimit në këtë jetë dhe në tjetrën. Pra që kjo është ajo mësimi thelbi i kësaj ligjërate, të jemi mesatar, të mos ja teprojmë me njerëzit e mirë. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.